vëllezër dhe motra, dijeni se është përzgjedhja e Allahut subhanahu wa taala. Ty që Allahu xhaleshanu ta ka mundsu që në moment caktuar, qoftë me vetëdije, qoftë ndonjëherë edhe rastësisht, që të hasësh në këtë kanal të bekum, në këtë kanal të bereqetshëm, qoftë në shkputje të caktuara, qoftë në përcjellje të vazhdueshme, dije se mund të jetë sinjal nga Allahu subhanahu wa taala për ta ndryshuar jetën, për ta ndruar rrugtimin, për të përmirësuar kuptimet, nga sa Allahu xhaleshanu ka po hajër e pastaj i lehtëson shkaqet dhe sebepet e arritjes deri tek informacioni i duhur, informacioni i saktë. E kur po flasim ne për këtë rrugtim të përbashkët, sigurisht se e kemi të nevojshme dhe të domosdoshme ta kthejmë shikimin ton, ta kthejmë edhe një herë vëmendjen, ta kthejmë edhe një herë fokusin në një diçka e cila është përcaktuese në rrugtimin ton për tek Allahu subhanahu wa taala. Përcaktuese në orientimin ton, përcaktuese në vlerësimin ton, përcaktuese pastaj edhe në shpëtimin ton. Ajo është kthimi i fokusit ton në diçka e cila nuk duket, në diçka e cila nuk ka akses askush tjetër pos ai i cili e ka kriju. Nuk ka mundësi ndërhyrje në të askush tjetër pos ai i cili e ka kriju. E kjo është zemra.